Gjendja e rënduar sociale dhe ekonomike krahas pasojave të tjera në rafshin social shoqërohet edhe me rritje drastike të rasteve të vjedhjeve. Thellimi i krizës sociale dhe ekonomike ka thelluar edhe fushveprimin e autorëve të vjedhjeve. Buletini i policisë për çdo ditë pasqyron raste të vjedhjeve të kryera thuajse në çdo vend, në çdo formë dhe në çdo kohë. Grabitësit nuk zgjedhin mënyrën dhe mjetet për të arritur deri tek qëllimi. Nga sektori i punëve të brendshme tetov njoftojnë se gjatë vitit të kaluar në regionin më të gjerë të Gostivarit janë regjistruar edhe 9 vjedhje nëpër objektet fetare, qofshin xhami apo kisha dhe manastire. Nga ky nivel njoftojnë se asnjëra nga këto vjedhje nuk janë zbardhur, ndërsa kryerësit mbeten ende të panjohur për organet e rendit. Në për disa objekte fetare janë marrë mjete financiare, gjësende me vlerë apo mjete pune, ndërsa nuk kanë munguar rastet kur vjedhësit kanë shkaktuar dëm material si xhama apo dritare të thyera, deklaron Marian Josifovski, zëdhënës i sektorit të punëve të brendshme Tetov. Ai nënvizon se vendet ku grabitësit kanë vjedhur në objekte fetare janë në Gostivar, Banjice Poshtme, Mavrov, Debresh e tjerë. Sipas evidencave të policisë, një vit më parë, pra gjatë vitit 2014, në regionin më të gjerë të Gostivarit ndodhen gjithsej 18 vjedhje nëpër objektet dhe institucionet fetare. Për sociologët, shtrirja e grabitjeve edhe në objektet e kultit, pos arsyeve kryesore siç janë kriza ekonomike dhe sociale, flet edhe për një tendencë në rritje të krizës morale. Profesori universitar Ali Pajaziti thot se vjedhësit tani më kanë kaluar përtej vijes së kuqe. Vënia dorë mbi shenjë të rinj, objektet fetare, deportimin e hapësirat e diskrecionit të njerëzve, flasin se vjedhësit tani më kanë kaluar përtej vijes së kuqe. Rreziku qëndron në atë që ky fenomen dal ngadalë po shndrohet në trend, pra një grup të rinj dal ngadalë po fillojnë të identifikohen me aktin e jetesës ditore me gjëra të vjedhura, dhe kjo te ky grupim po shndrohet në sjellje ordinare. Pra, pa u mërzitur për faktin se kanë vjedhur, rrëfejnë për atë që kanë marrë gjatë gjahut të natës, thekson Pajaziti. Sipas tij, vjedhjet gjithsesi tendenca për të vënë dorë mbi mallin apo pronën e tjetrit, qoftë ajo individuale, kolektive a publike, përbën një dukuri që është refleksioni një shoqërie krizologjike, i një shoqërie që përballet me lëkundjen të natyrave të ndryshme, por para së gjithashtu të natyrës morale. Në këtë drejtim janë evidente edhe problemet e sferës ekonomike dhe sociale, por ama faktori i drobitjes morale të individualitetit është determinante, vijon Pajaziti. Një tregues tjetër se kriza sa vjen e shtohet është fakti se gjatë vitit që e lan pas, por edhe në mënyrë permanente, njerëzit gropojnë në përvareza me shpresë se do të gjejnë thesare ari dhe në këtë formë do të pasurohen brenda natës.